Skënder Hita është zgjedhur drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Vendimi është miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Hita do të marrë drejtimin e Policisë së Përgjithshme pas largimit nga detyrat të Ilir Protës. Gara u hap më 1 mars, ku Hita është vlerësuar mes 14 kandidatëve. Në 5 vitet e fundit, Hita ka qenë drejtues në qarqet më të vështira në vend, Shkodër, Durrës, Dibër dhe së fundmi në Fier. Rrugëtimi i tij në postë drejtuese nisi në qarkun e Shkodrës, ku shërbeu si drejtori i hetimit të krimit. Më pas, ai mori drejtimin e Policisë së Durrësit. Në profilin e tij profesional, evidentohet gjithashtu fakti se gjatë karrierës në Policinë e Shtetit, emri i Skënder Hitës nuk është përfolur për lidhje me krimin apo me grupe kriminale. Në vitin 2021, Hita kaloi procesin e vettingut në polici. Komisioni i jashtëm i vlerësimit konfirmoi pastërtinë e figurës së tij dhe nuk gjeti probleme as në komponentin e pasurisë, as në të aftësisë profesionale.